Flamurtari pritet të plas bombën, kërkon rikthimin e çmendur në Super League. Presidenti i klubit Sinan Idrizi ka bërë së fundmi një ofertë ish trajnerit të kombëtares shqiptare Xhani Debiazi për të marrë drejtimin e pankinës vlonjate. Mësohet se Idrizi ka bërë ofertë konkrete Debiazit përmes drejtorit të Milanit vlonjatit Iglitare. Sinan Idrizi me ndërmjetësimin e Tares ka takuar në ambientet e stadiumit Air Albania pikërisht fundjavën e kaluar ish trajnerin e kombëtares shqiptare Xhani Debiazi. Burime konfidenciale pojnë se Idrizi i ka bërë një ofertë konkrete Debiazit për të marrë drejtimin e Flamurtarit në Super League për sezonin e ri 2025-2026. Nuk dihet më shumë se çfarë është diskutuar më konkretisht dhe se çfarë përgjigje ka dhënë Debiazi, por ish trajneri kombëtares që Idrizi ka dëshirë për ta marrë si trajner të Flamurtarit ka kërkuar një shifër të çmendur, plot 500.000 euro. Megjithatë, presidenti i vlonjatëve nuk është kursyer në këtë drejtim, ndërsa topi tashmë mbetet në anën e ish trajnerit të kombëtares shqiptare, italianit Xhani Debiazi, për të pranuar apo jo këtë ofertë të Idrizit e për të marrë drejtimin e Flamurtarit. Pritet që kjo javë të jetë vendimtare për zgjedhjen e trajnerit të ri të Flamurtarit, i cili do drejtojë tashmë Flamurtarin në Super League, që rikthehet në elitën e futbollit shqiptar pas 5 vitesh.